Donald Trump dhe Xi Jinping mund të jenë dukur si dy lider që po shkëmbejnë fjalë miqësore. Përpara fjalëve të Xi qëndron një paralajmërim shumë më i rëndë. Në këtë takim Xi përmendi një teori që quhet kurthi i Tukidit. Në politikën ndërkombëtare, kjo teori përdoret në momentin kur një fuqi ngrihet dhe fillon të sfidojë fuqinë kryesore në botë. Në histori, ky lloj tensioni ka prodhuar përplasje të mëdha. Dhe kur presidenti kinez e përmend këtë teori përballë presidentit amerikan, 中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式？ ai po e vendos raportin mes SBA-s dhe Amerikës në një kornizë shumë të madhe historike. Amerika është fuqia që ka udhëhequr rendin global për dekada. Kina është fuqia që po rritet ekonomikisht, ushtarakisht dhe diplomatikisht, duke kërkuar vend më të madh në botë. Sidoqoftë takimi dukej si diplomaci normale, por në thelb Xi po fliste për një realitet të ri. Bota po në një fazë ku dy superfuqi po matin forcën e tyre përballë njëra tjetrës. Dhe Tajvani hyn në diskutim me këtë logjik. Për Kinën, Tajvani është një vijë kuqe. Për Amerikën është test i besueshmërisë së saj në Azi. Prandaj komenti i Xi për kurthin e Tukidit është më shumë se referencë historike. Është një paralajmërim i paketuar me gjuhë diplomatike. Ai po i thot Trumpit se rivaliteti mes Amerikës dhe Kinës mund të hyjë në një fazë shumë më të rrezikshme nëse të dy palët fillojnë ta trajtojnë njëri tjetrin si pengesa strategjike. Këto fjalë janë të buta në formë, por të forta në përmbajtje, sepse prapa buzëqeshjeve të samitit, Xi po tregon se Kina tash e sheh veten si fuqi globale në të njëjtën tavolinë me Amerikën.